për ne shqiptarët në përgjithësi, edhe për mu si Sami Gjoka në veçanti, dy kanë qenë lajmet kryesore që kanë ndodhur këto 24 orët e fundit, edhe që kanë po këtë lunatikun ton që akoma uzurpon kryeministrin këtë zvaranikun Edi Rama të reagoj. Ka qenë Dritan Goxhaj, një ish luftëtar i UÇK-s, me që përmendin këto se s'është e rëndësishme në këto momente të diskutohet, e kaluar e ti, or situatë e ti prezente, ka dal edhe ka lexu para protestuesve kërkesat e formulume nga një grup që qëndron pas protestës. Gjoja e dytë, akti i dytë që ka ndodhur është një nga protestuesit, duket e kishte Elis emrin, kaneti vetmum gjithë natën para kryeministrisë në shenjë proteste, edhe Edi Rama i është drejtuar atij që unë e shoh që ty të kanë lënë vetën, të kanë tradhtu, po kështu jam edhe unë. Pra ndjehemi tradhtu, më kanë lënë vetën. Pra ndjej boshlikun tatë, zbrastin tatë, shgënjimin tatë, thot Edi Rama. Këto vëllezër e motra janë lajmet kryesore që të bojnë vesh durët në kokë me këtë qeveri shërdhat që kemi ne. Në radhë të parë, ku është rëndësia e madhe e daljes para publikut, para protestuesve, para shqiptarëve, para gjithë botës, e Dritan Goxhajt. Ku është rëndësia? Rëndësia është fare e thjeshtë, e dukshme, e madhe. Unë vazhdimisht kam thonë mos bini pre e grackëve të këtyre maskarinjeve lunatik që kemi në qeveri, dhe atyre që i ndjekin edhe i mbrojnë këto akoma, se ato kërkojnë të mësojnë kush është, kush e prim këto protest, kush është motori kësaj proteste, që të sulmojnë, të blejnë, të përgojosin, të vrasin, ta kthejnë luftën që ne po bëjmë për më shfaros këtës gjipe, këtës që ka të lakos Shqipërinë, këtë plague, si e thanë smunjën të njëtëse. Ta kthejnë luftë kundër Elisit, asi e pati këtë djali që qëndrojnë protest, edhe ta kthejnë luftë kundër Dritan Goxhaj, se kush është Dritan Goxhaj, edhe çfarë përfaqëson ai, kush ka qenë ai. Sikur Goxhaj tash është në fushat elektorale me këtë zvaranikun, këtë idiotin, këtë lunatikun, që thot unë jam i vetëm e fillekatit radhtum, i vetëm unë si Elisit, më fali Elisit, që ose se ka emër si është shqiptoj mirë se haroj, unë sa po i qova një mesazh privat falënderimit të dyve, edhe Elisit edhe Dritanit. Unë i haroj emrat, tash se jam moshë madhe. Por ajo që desha të them në vëllezër e motra, lufta jon, protesta jon nuk është
për të vu sot për sot Dritan Goxhajn kryeministër dhe për të heq Edi Ramën, që Edi duhet dalë tash edhe të bëj fushat elektorale, që kush jam unë edhe kush është Goxhaj, ky zvaranik. Kemi kohë për ta. Sot nuk jemi të bëjmë biografinë e Dritan Goxhajt edhe të Edi Ramës. Të Edi Ramës po. Sot nuk jemi edhe të qeverisë së Edit, edhe të Sales së kush kanë qenë. Sot ne jemi të tregojmë botës se hidheni përdridheni jo kurvët. E kurvët e vështira, jo shonjësat e vështira që keni uzurpu qeverinë tonë, institucionet tona, parlamentin tonë, hidheni përdridheni jo kurvët e vështira. Kush janë kërkesat? Kush është udhëheqja që të regojmë juve, që t'i përçani, që t'i vrisni, që t'i demaskoni me falsitetet e juja, se Dritan Goxhaj qenë ka agent i Iranit, ku pënë nënës ke qenë ti dhe shteti jotë, që se ka arrestu këto dhe çfarë misioni ka bëa i kundër Shqipërisë, i fali i Sazanin Iranin për të shqivderi nënën? Ky Dritan Goxhaj? Apo deshit i fali Mitrovicën Vučićit ky, mos shkërdhat? Apo i vodhi pronat shqiptareve ky? Apo mbrojti Belinda Ballukun ky për Iranin, mor të qivderi nënën? Mor maskara, mor klysh kurve. Pikërisht kjo është arsyeja që ne edhe duhet të kemi udhëheqjen gati për të zonë vendin e fliqt, që e keni fliq ju, po të ta pastrojmë se janë institucionet tona hynore, ndërtesat e qeverisë shqiptare, do t'i spastrojmë nga ju plehrat e fliqta. Por ku ishe ti mër maskara, kur ky Dritan Goxhaj, që thjesht dha mesazhet dje, që pas ka qenë kriminal edhe armik, agent i Iranit në Shqipëri, ku ishe ti që se ke arrestu të qivderi nënën? Mrejnë notës? Qatë kemi në ty, Marjao? Bon atë witch hunt, atë kërkimin e shtrikëve, dole gjithë notët të hapësh dosjet, cili qeveritar shkërdhat dhe aty mesazhi me në notës që ky pas ka qenë agenti e Iranit? Or shkërdhat, or qenë, or maskara. Kjo është arsyeja që s'duhet të dali udhëheqja, po t'jetë gati, të jetë përgatit që në momentin që t'ikin këto i shonjëzat të vej sovrani qeverin aty, që duhet të kemi këta thonë një vjet është pak. Duhet të formulojnë ato që kanë thonë një vit. Një vit është pak. Të pak në 2-3 vjet. Se është një shtet, është një administrat, është një sistem që është qelp nga korupcioni e kriminalet nga maja e deret e kamët, nga maja kokës, nga që nuk shërohet me një vit. Nuk është se u bon një gabim, qeveria falimentoj për se s'është aftë qeverisi, që na duhet një qeveri teknike për 2-3 muj. Vëllezër e motra, ne jemi të kalb në çdo lloj institucioni, në çdo lloj sfere të shoqërisë. Nuk mundet për vetëm 12 muj të bëhemi gati për zgjedhje të reja. Do jetë shumë shpejt. Duhet ndrejqet kjo pikë. Minimumi një vit, dakord. Përse duhet ne të nxitojmë, në qoftë se do kemi një qeveri teknike, kur kemi pas hajdutët, kriminalet, armiqtë e kombit, që kanë shkatru vendin, edhe kanë përzonë shqiptarët. Vendin, industrinë dhe ushtrinë e shkatrun me Berishën, dhe shqiptarët i përzunë dhe ja falen Shqipërinë me Ramën. Në çdo dikaster që të shkoni, nuk ka tjetër veç se korupcion. Qeveria nuk mund tjetë për 12 muj,
Nuk është lojë që po bëjmë me kombin me dheun. Nuk është thjesht për Zejmë Ramën edhe Berishën edhe t'i zëvendësojmë me të njëjtin sojë sërë llopit tjetër. Në duhet paktën, unë mendoj 1-2-3 vjet, jemi në rregull. Kemi nejtë me qeveri hajdutësh e kriminelesh nga 90 e këtej. Pse të mos rrim 3-10 me qeverin që do të dalë nga populli. Nga të dy palet, por që nuk janë pleks mas një në palë. Me la vetëm, e diull të lanë vetëm, nuk e kanë lënë vetëm këtë artist djalë, që kanë ejtë aty gjithë notën. Kur më të shifë dhe rinonën ty, më Edi Rama, e gjithë e ti që këto protestusit kishin dalë ty dhe kishin thonë këtyre protestusve, ne dorim gjithë notën këtu, por e tradhun të djalin dhe ikën. Unë se kam gjukta, ku e gjove ti më pjellë nëne që thu e tradhun. Ti mund t'jesh i tradhun. Të ndoshta me ndonë ti të ka tradhu policia e shtetit që nuk për i vret shqiptarët e tu i mërë të shifë dhe rinonën. Ti mund të thush që t'ka tradhu parlamenti se po t'ikin deputetet. Ti mund të thush se ty po të tradhtojnë për maskara. Por jo të djalë. A i djalë është me ne jemi me të, si pati e bëjnë të më flasli edhe një herë së është hero. A i ka bo vetën hero, që ndroj më gjatë, nuk e tradhtu në fjalla vje, se la mësaj në qosë është e vërtet. Ato që nuk shkun të vritën gjithë bitela me gjemba, por e bënë hero mësaj, se la mësaj, nuk është të thonë që të gjithë shkojnë vend gjoksin të gryka topet, bravo i qoftë të ti, a ishtë hero, për ata që ka bo, çfarë do që të ketë pas a i. Edhe si kur a i të ketë qenë, s'ka pas pare për hotel, nuk jeton në Tiranë, edhe ka nejtë aty, çfarë do që të ketë qenë, nuk na intereson se s'bëjnë biografin që bon ti të goxhajt, që pas ka qenë dhe që ka gjendë Tiranit, të qifë dheri nonën, çfarë kryeministri jeti, në çfarë qeverie jeti, më shkërdat që pas ka pas agjendin aty, edhe se pas ka ti sa dhe socialisti që të majnë aty, si zgjebet përdorin si ale. Partia jote më maskara, që ato simpatizantët të thjeshtë me dojnë që fitojnë për te, të përdorin ty, po ti e një zgjebe, që edhe politikën e tyre si të ndrejqesh, që deshe t'i zbulosh, që deshe t'i zbulosh, thash, u dhe heqësit e kësaj lëvizje, priset e kësaj lëvizje, edhe kur po ta jepnin me pjatë, floriri për para, po të shërbenin, s'ditë dhe veprësh se jeni idiot. Nuk dhe e dakord të gjumë këto, po me këtë diskutojmë, mor maskara, me këtë diskutojmë, kush janë ata përveç goxhajt, që t'ulimi diskutojmë se si ta lëshojmë qeverin, sa ta nuk diskutojmë me ty, çfarë të bëj, çfarë të lëshoj pe, edhe do zbuloj e po ti, ja tregove të vërtetën popullit, protestusve, atyre që janë motori i protestusve që mos guxojnë, ti nxjerrin emrat, ta bëjnë qartë, që të filloni ju luftën e juj, të përgojosjes, të diskreditimit, pa prova, diskreditimin e vetvetes, do t'ja falit të tjereve jo kurvat ndyta, jo kurvat përshtira, që si as keni qenë gjendje mër klysh të kurvës që të kryoni vende askun në botë, se s'keni majtë misës vë jeni të paftyrë, se sot bosh miki Erdoganit, nesër e pështyn Erdoganin, edhe shkon e bosh e Melonit, nesër pështyn Melonin dhe gjithë evropianët, edhe shkon edhe bosh e Trumpit, pas nesër e mashtron Trumpin, po s'ke ku shkosh në Rusi, se ta qinon edhe Putini. Se ju jeni shkërdhatët paftyra, je ti mërë që je i tratum, edhe je i vetum, po s'është ai djalë që ka nejtë mërëm, të ka kryeministria Qeleshin, sa ajo është në zemrët e tona, ajo është simboli jonë, ajo është udhëheqësi jonë sot, se e bone ti, të qivë deri nonën, or idiot, or kriminel, or i paftyr, ti dhe kushdo që të mbron ty. Unë kuptoj që ato maskaret që kanë vjedh me ty, që kanë bot mundme në nënshkrimin e kontrateve për vjedhjen e pronave tona, ata do të mbrojnë deri në fund se mbrojnë pislikun e vet, lunatikët,
që u kartë fundi, por unë habitem që akoma ka njerëz të thjesht që mendojnë që janë socialistë, edhe duan të përkrahin ty më shkërdat, kur djemtë të tyre dhe vajzët e tyre sot janë me protestat në Shqipëri e anë këndë botës, kur kushërit të tyre, familjarët të tyre janë kundër teje më zvaranik. Edhe njëherë më të qifë dhe erinonën, unë e kuptoj për çdo lloj hajduti që ka vjedhë me ty, që do të mbroj ty deri në fund dhe është gati të erdhë gjak, se gjak do të erdhni, se qelive do kalbeni. Unë i kuptoj ato, por jo të sa njerëz të thjeshtë të ndershëm, kur edhe fëmijët edhe mesët dun Shqipërinë e re, edhe ju o zvaranik. Unë këto sa rritë kuptoj, vëllezër e motra. Emri im është Sami Gjoka. Unë kam ik nga Shqipëria në 90-ën. Unë s'kam as njëri të familjes sime të afërt në Shqipëri. As nga ana ime, se i kam vëllezërit e motrat, edhe prindrit i kam pas këtu, që kanë familje të mëdha të gjithë në Amerikë, por edhe familja e nënës e fëmijëve të mi është gjithë këtu, që s'ka në skalamajt e mi, as ka nona, as ka baba, as gjomë për Shqipërinë, por kam zemrën atje, kam shpirtin atje, e duhet kam, e duhet shqiptari për shqiptarët e mi, dhe jo për klyshët e kurvës, anë kanë botës qofshin të të familjes Trump, apo që quhet e Berlusconi, pidhën e nonës vetë, apo Putin. Shqipëria është e shqiptarëve të mi, atyre pak shqiptarëve që kanë ngel atje, që nuk janë dëbu akoma, ati pak grupi shqiptar, edhe ato halet që të mbrojnë ty sot më zvaranik, edhe ata që vujnë krimet e tuja, se ky është populli jonë që kanë ngel atje. Një gjysmë i popullit është që të shërben ty në vjedhje në çdo gjë, jo në administrim qeverie, dhe gjysma tjetër që lanë hesapet, kosuret. Farefisi im, or të qif deri nonën, janë gjithë ose jashtë shtetit, ose njerëz fukarej, që shofin hallet e tyre, xhaxhallarët e mi, të gjokë në manës, dajet e mi, tek hoqë në shkallë, tezët e mia, në moshe, në shkallë, në armota, në Italia, ku janë, ne s'kërkojmë ofiqe, unë s'kërkoj asnjë nga ne, nuk kërkojmë dhe nuk duam asgjë, por ju shmëroj qif deri nonën. As nga qeverit që kanë qenë, as nga qeverit që do vinë, por duam Shqipërinë e pastër, duam Shqipërinë e shqiptarëve, për fëmijët e juj, për që janë kombi im më të qif deri nonën, më kryshkurve që shisni edhe gratë e juja, për interese, për pare, pillin e nonës do merrni, atje të shkoni, humus do bëheni ple për dheun, më qif deri nonën. Mish hani, mut keni në përbark, kaq keni, esni me thas mut jeni në kryeministri, atë pret, a i pederasti i Francës, kushdo që të pres një thes me mut je, mërë të shif deri nonën, vishe me floriat pederastlikun të atë poj pederastje, mërë krysh kurve. Ne s'kemi ofiqe, ne s'dum ofiqe, mu nuk më intereson për intereset e tja ka asnjë, se unë jam shkëput një herë për gjithmonë nga i kombi im, për kam zemrën atje, kam shpirtin atje, dhe s'kam, dhe jam doshta si shumica e jonë që kemi hik, edhe do metimi në përbot. Jam ajo që të mos kemi një qeveri, si që kemi pas këto qeverit nga 24 deri më sot, që i shujnë armiq, edhe të huj, shqiptarët e Maqedonisë të Kosovës na kanë ardhur nga Kosova, nga pidhin nonës sate. Kosova janë shqiptarët e mi, mërë të qif deri nonën. E jo më neve që kemi hike na lindin fëmijët këtej, që su japin pasaportën shqiptarëve në përbot, këto klysh kurve, ndaj du një shtet tjetër, edhe jo që shkordhata, që kosovarët i qunit miq, e kinezët vëllezër, që Trumpin e qunë mikun e shqiptarëve e familjen e Trumpit, por jo shqiptarët që vinë sot nga ana anës për Shqipërinë, se i thret Shqipëria të dalim zot, or të qif deri nonën,
është lunatik, është shkordhat, është qenë birqeni, si ke fytyrë mërë maskara, që vazhdon flet, në vend që të kërkosh falje, në vend që të dalesh e të bësh apologjinë e Sokratit, që mund t'jenë vjell në suratin time, në hijen time, mund t'kem qeni pa Zoti, mund t'ket vjell Belit në Balluku, mund t'ken mashtru këto oligarkët që kanë tokën e pastër, mund t'kem pas syt mëll se kanë dash të fusë juve në Europë, mund t'ke bon gabime me Mitrovicën e me Kosovën se kam kujtu se kështu do të na ndihmoj më shumë Evropa edhe dukemi më përparimtar. Në qoftë se i kam bërë këto gabime, në letarët më shqoni, unë kam dash Shqipërinë, mund të kem gabime, si kam bërë me qëllim, mi kanë bërë këto kriminalet që pas kam pas rreth rrotull. Po ejeni të flasim dhe më fusnin burg edhe mu edhe Salin, në qoftë se i pas kam bërë këto mëkate, por unë luftova për Shqipërinë ashtu si dita unë. Në qoftë se kam bërë gabime, më dënoni për këto, po jo më të shif deri nonën të dalesh ti kundër fëmijëve tanë, që i ke të bune për botë. Ne jemi ndryshe më shkërdhat nga ti, se ne jemi në përbotë dhe kur kemi 2 lek, vimi bëjmë ato në plazhet e Shqipërisë që ti do të ne myllësh, të japësh atyre të ujve. O, thot Maskaraj, t'ju bëhet qefi juve që shkojnë në fshat, se kam gjetë sa zgon nga Tirana, të vind 100 femrat e tona. Jo ju, po të bëhen qef ju, se ata vinë Shqipëri, po jo se do të qine ju, jo se do të martoj ju me ta, se po i bi unë se do bi njerëz elitar, t'ju qim para e mrapa, elitarizmi i botës, o shkordhat, elitaret i bish të zonë detin e resortet, kurse spordhjakët, se ke miqtë e tuj, i ke pru nga ana e botës, që të bëjnë planet e tuja të binë indiane, pakistanes e Bangladeshës për punë, që të shërben e tyre. A e diti më qenë e birqeni, që ne jemi kretë ndryshe, që ti më shkërdhat shkon edhe pse e pas ke detin të qirë dhe herinonën më magjik në botë e do t'ja falesh botës, ti vetë shkon e bon plazhin Dubai me gjithë oligarket e tuj, kurse ne vim në ato plazhet e tona. Në qoftë se kemi mundësi, kur jemi në përbot, ti je atje, edhe na i bon hale, një gjë të bloku më tjerët, edhe ja falë botës ata, perlat e tona të bëjmë mundin ato, atje, po bëjmë biznis elitar, po ju bi unë zezakët ju qinë femrat, ku pillin e nonës ka li baba nona jotë më shkordhat më Redi Raba, edhe të kënaqë se po i bi kare elitar, or shqebe, or dhemja, or pusht. Vlezër e motra, të shita kuptoni, pse? Ajo që duhet dalë si udhëheqje duhet jetë gati, të morë vakumin. Ne duhet bëhemi gati të jo qim nonën, t'i heqim zvarë, nuk në qoftë se reziston, ta ulan balla, Niko Peleshi sa pillin one se ka kë, e Belinda Balluku me soj në sërolopin e vetë, Edi Rama shkërdhatet e ti, që kanë bo krime, qionin ronën, po jo thjesht i vrisni, t'i fusin hunin bëthës, se ato meriton këtë pederase këto shkërdhata, që janë talën për talë me ne, që në kanë dëbu në për botë, që kanë shkatru, e kanë përtalë, e kanë përqesh çdo njëri në Shqipëri, e ja morin tokën, e falsifikojnë, shkojnë e përtalin, për t'ja falë zgjibeve në përbot, që të rinë akoma dhe më gjatë në pushtet, deri kur ta shkatojnë Shqipërinë të qenet si këmbët, të qenet si shtet. Shqiptar ku do që jeni, nga do që jeni në gjithë botën, nëse keni lind në Maqedoni, a jetoni në Malëzi, bashkojuni, se nëma është a i shtetë mëmë që nga ka ngell, është gjithë zgjebe, po është gjithë kriminel. Ndoshta s'mund të spastojmë vetëm, të jemi gjithë, se shteti i Shqipërisë nuk është si shteti i Kosovës, që e dumë dhe do të mbrojmë. Nuk është si shteti i Malëzi, që do të dumë e do të mbrojmë. Nuk është si shteti, në qoftë se e bëjmë, shtetë shqiptarës.
I arvonitëve në Greqi, në qëse bëjmë, a i shtet shqiptari shqiptaris është semra e kombit, nuk mund të lejojmë kudo që t'jemi në hale që t'ja shesi atë të sopë Shqipëri që është bërthama kombit t'ja shesi botës. Të jemi gjithë bashk se ky zgjebë thot kanë ardhur deri nga Tetova, nga pidhinon e sate, janë shqiptarët e tonë që kanë ardhur. Si duhet shkojmë edhe ne atje, si duhet të hapim edhe ngejmë zonin dhe ne, kur na shkelin rinin në Maqedoni se do të flasë shqip, mër të shif dhe herinonën, mër klishkurve, mër të poshtër, mër të ndyt, roftë Shqipëria e shqiptarëve. Po është ky klani ndyt, ky klani tradhtarëve qiu aninonën, këtyre vrisi këto në qose rezistojnë e nuk ikin, derdhen i gjakun e këtyre dhemjeve, se edhe në burg këto do bëjnë jetën e saltanedheve, se i kanë paret e tona që kanë vjellë këto klishkurve. Sami Gjoka ju përshëndet.